Forcimi i stabilitetit financiar dhe zhvillimi më të ishëm i sektorit financiar në vend ishte fokusi i takimit më të fundit të guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Ken Sejko, me drejtorishën e Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor dhe zonën Marta Liceti, menaxhere për rajonin e Ballkanit pranë Bankës Botërore. Gjatë takimit, guvernatori u shpreh se ndo nëse pasiguria në mjedisin ekonomik botëror mbetet e lartë, vendimarrja për politikën monetare do të vijojë të mbështetet në analizën e të dhënave më të fundit ekonomike dhe financiare. Në këtë kuadër, vendimet e Bankës së Shqipërisë do të synojnë ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, duke qenë njëkohësisht në përputhje me kahun e politikës fiskale dhe zhvillimet në kursin e këmbimit. Palët diskutuan gjithashtu për prioritetet kryesore të reformave në sektorin financiar dhe projekte zhvilluese që mund të mbështeten në kuadër të serisë së ardhshme të Development Policy Lending 2026-2027. Përsa i përket programit të vlerësimit të sektorit financiar, palët ndan pikpamjet mbi pritshmëri dhe prioritetet që lidhen me këtë proces, i cili synon forcimin e mëtejshëm të qëndrueshmërisë së sektorit financiar në vend. Në vijim, bisedimet u përqendruan në progresin e arritur në drejtim të stabilitetit financiar, forcimit të kuadrit të mbikëqyrjes dhe përafrimit rregullator me standardet e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe mbështetjen e ofruar nga programi FinSAC. Banka Botërore ofron mbështetje të vazhdueshme për Shqipërinë, veçanërisht nëpërmjet asistencës teknike dhe projekteve, që synojnë përmirësimin e kuadrit rregullator, forcimin e stabilitetit financiar dhe zhvillimin e tregjeve financiare.